Çmimet e naftës rënë më shumë se $5 në nivelin më të ulët 2 javor të hënën, ndërsa optimizmi u rrit se Shtetet e Bashkuara dhe Irani po i afrojnë një marrëveshje paqe, edhe pse ato mbeten në mosmarrëveshje për çështje kyçe. Kontratat e ardhshme të naftës bruto Brent ranë me 4.9% në $98.45 për fuqi, ndërsa nafta e Teksasit perëndimor arriti në $91.38 për fuqi. Të shtunën presidenti amerikan Donald Trump tha se Washingtoni dhe Irani kishin negociuar kryesisht një mirëkuptim mbi një marrëveshje paqe që do të rihapte ngushticën e Hormuzit, e cila mbante 1/5 e dërgesave globale të naftës dhe gazit natyror të lëngshëm para konfliktit. Sipas analistëve, pavarësisht të gjitha paralajmërimeve dhe rreziqeve që mbeten për marrëveshjen e paqes dhe ngushticën e Hormuzit, tani ka dritë në fund të tunelit, gjë që do të sjellë një lehtësim të çmimit të naftës në periudha fatshkurtër. Megjithatë, të dyja palët mbeten në mosmarrëveshje për disa çështje të vështira, me Donald Trump që tha të dielën se u kishte thënë përfaqësuesve të tij të mos nxitoheshin për marrëveshjen. Analistët presin që një kthim në rrjedhën normale të naftës përmes ngushticës do të zgjasë me muaj, ndërsa impjantet e dëmtuara të naftës dhe gazit do të riparohen. Firmat amerikane të energjisë që u përgjigjen çmimeve më të larta lokale, duke shtuar platforma shpimi nafte dhe gazi natyror për javën e 5 radhazi, për herë të parë që nga shkurti vitit 2025. Numri i platformave, një tregues i hershëm i prodhimit të ardhshëm, u rrit me 7 në 558 gjatë javës deri më 22 maj, më i larti që nga qershori 2025. Megjithatë, numri i përgjithshëm ishte ende më i ulët se 8 platforma ose 1% më i ulët se në këtë kohë të vitit të kaluar. Sipas analistëve, treguesit e momentit sugjerojnë se tregjet po përpiqen të stabilizohen pas shitjeve agresive të javës së kaluar, por bindja mbetet e dobët.